PSD që bojnë një opozitarizëm original, ato që e kemi po jashtë kuvendit, ta sjellim edhe brenda kuvendit. Kjo është qëllimi jonë, kjo është synimi jonë pse garojmë për herë të parë. Po synojmë me u garu për opozitë, sepse unë po besoj që pushteti i ardhshëm edhe dihet. Renditja partive nuk besoj që ka me ndryshu, nuk beson asnjë parti opozitare. Dihet pavarësisht të për shkak të kohës, se shumë shpejt po shkon në zgjedhje të reja. Jo vetëm që shumë shpejt, po edhe ndërmjet këtyre dy zgjedhjeve nuk po ndodh kur gjë e re që ty me të shti me besu që mundet me pas një ndryshim të madh. Unë kur po them për ndryshim është gjithmonë opozita me fitu më shumë. Unë besoj që këtë lojën e fajësimit e ka humbur opozita gjatë kësaj periudhe. E ka humbur. Edhe besoj që kjo është për fatkeqësinë e demokracisë Kosovë, sepse po jep fuqinë subjektit i cili po don me kap krejt shtetin. Domethënë, mandatin e parë ka pas iniciativat ligjore me e kap shtetin, ato ligje tashmë janë përfundu, kanë kalu shumica prej tyre, mandati i dytë ka me qenë zbatimi atyre në ligjeve të mandatit të parë. Fajtori për gjendjen në Kosovë sigurisht fajtori absolut është Kurti. Mirë po përgjegjës kryesor është edhe kjo opozitë, e cila sillet thuj se nuk e ka asnjë deputet. E ka 43 deputet. Nuk janë pak 43 deputet. Të gjithë së bashku. 43 deputet të zëshëm, aktiv, që e mbajnë për fjale, e mbajnë rrinë për ballë të pushteti, kishim mujt me bëu shumë gjëra. Be ju e konsideroni